Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak një ngjarje që në fakt ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme nëpër media dhe unë dua t'jap analizën time rreth një deklarate apo rreth një pyetje në fakt që ju shtrua Mirit nga gazetarët e televizionit Top Channel për një takim të mundshëm me Selin. Miri tha që unë nuk marr inat njeri, nuk kam inat njeri, por një takim i mundshëm me Selin pas përfundimit të Big Brotherit thanë nuk është bërë. Fillimisht një herë mua më duket e çuditshme se si mund të shtrohet një pyetje e tillë dhe si mund të vazhdohet akoma kjo tema, derisa vajza në fjalë tashmë ka krijuar një lidhje, ka krijuar një marrëdhënie dashurie dhe më duket e paimagjinueshme të pyesësh një personazh tjetër rreth kësaj historie. Tani, a ka qenë Miri në dieni të pyetjes? Mendoj që ka qenë në dieni të pyetjes. A është në interes të Miri që akoma të vazhdon dinamika mes marrëdhënies së tij dhe Selinës? Uroj të mos të jetë në interes, sepse nuk është e bukur, se në fund të ditës nuk shiten gjërat duke u marrur me jetën e tjetrës, po më duket çnjerëzore që akoma do me thënë vehet në diskutim marrëdhënia e Mirit edhe Selin, teksa Selin është në një marrëdhënie të hapur jashtë dhe po shijon momente të bukura në pushimin që po kalon me Gimbon. Jam i mendimit që Miri do me thënë një herë për gjithmonë ta bllokon këtë tematikën, sepse më duket një tematike shpifur, më duket një tematik më së shumti vetëm për klikime dhe vetëm për të bërë një thumbnail aty interesant që goditje e madhe, dhe nuk më duket njerëzore derisa një vajzë tashmë ka krijuar një marrëdhënie dashurie dhe vazhdon të jetë në krah të partnerit të saj në pushime fantastike. Nuk jam fanbase i Selin, do me thënë nuk jam duke mbështetur Selin, por më duket jo logjike që akoma do me thënë po përdoret dhe po komentohet një histori e cila në fakt as që nisi edhe si histori. Dhe pasi që e dëgjova si gjë, më duket jo normale. Unë mendoj që Miri, si artist që është, ka shumë për të folë për karrierën e tij, për jetën e tij, për pas se çfarë ndodhi pas Big Brotherit, ka marrë çmime, ka patur mbrëmje, do me thënë ka qenë i vlerësuar nga publiku shqiptar, sesa akoma do me thënë të merren me fenomenin e Selinës dhe të vetë në temë diskutimi kryesore Selina në një emision që në fund të ditës i përket vetëm fenomenit të Mirit. Mua më duket realisht, më duket e pa bazë dhe më duket një gjë që nuk ka një, do me thënë nuk ka një vlerë që duhet patur tek publiku shqiptar kjo gjë. Dua të marr mendimin tuaj.